إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të gjithë falëndrimet i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vetëm atë falëndrim dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Padyshim, kënde uzon Allahu subhanahu wa taala në rrugën e drejtë, nuk ka kurkush që mund ta humbë nga rruga e drejtë. Edhe në qoftë se mbyllen gjithë njerëzit dhe gjithë gjindet së bashku për ta devijuar qoftë diçka të vogël, nuk e arrin kur, sepse ata ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe atë i cili Allahu subhanahu wa taala ka lënë humbje, jo sepse Allahu bën padrejti, por sepse ka kundërshtuar argumentet e qarta që Allahu ka vendosur, këtë s'ka kush ta udhëzon rrugën e drejtë. Vetëm nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij plot. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar që meriton adhurim me drejt me hak njën dhe i vetëm veç Allahu subhanahu wa taala. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguarit i fundit. Padyshim, pas falendrimit Allahu subhanahu wa taala, falenderojmë siç kemi gjuhë dhe hadithet e profetit, kush nuk falenderon njerëzit nuk ka falendruar Allahun subhanahu wa taala. Falenderojmë hoxhën që u bë sebeb për ftesën e tij dhe gjithë ju që jeni pjesë e organizimit, se normale nëse nuk do mungonit ju dhe do ishte unë, nuk do realizonte këtë gjë. Por siç ka vlerë që ligjeron, ka vlerë i cili fton, keni dhe ju vlerën, po të një lloj që prezantoni. Dhe pa diskutim, të gjithë përfitojmë nga kjo gjë. Kur mos i neglizhoni derset e ilmit, aty ku përmendet fjala Allahu subhanahu wa taala. Pse? Edhe nëse nuk mani men asgjë, nuk jeni taft të memorizoni asgjë. Ka njerëz të tillë. Sepse kjo është aftësi e Allahut, dikush memorizon shumë, dikush pak. Pra mos e neglizho edhe nëse je nga ato që nuk manden asgjë. Pse? Sepse Allahu do të përmend ty që je bë pjesë halakatëve të ilmit, ditën e gjykimit. Allahu në këto momente kërnohet tek me lajket për ty, edhe pse ti ndoshta nuk po mend gjë. Sa kohë trish, duke gjuhë derse dhikrin, duke përmend Allahu, je në mexhliset e xhenetit. Allahu thot në fund, i kam falur të gjithë dhe merr me lajket si dëshmitar. I merr me lajket si dëshmitar. Se Allahu subhanahu wa taala bën çfarë doj, por me lajket i thot jeni dëshmitar që i kam falur. Subhanallahu. Edhe nëse nuk pra rasti më i keq po them. Rasti më i mirë do mësosh i këshill. Tjetër do ngjosh i këshill që një dobi që s'e ke bë, vazhdon ta bësh. Për shembull, t'japi shembull. Unë kur erdha, mora abdes. Hyra në xhami. Me mu mund kënë hy, edhe ju bashkë keni hy sot në xhami. Falëm 2 rekat sunet përpara, po apo jo gjithë. Dikush e ka fal 2 rekat sunet. Me njet që thot profeti sallallahu alajhi wasallam midis çdo ezanit i kameti ka namaz, 1. Pastaj kësaj ka shtuar edhe namazin 2 rekat që kur hyn në xhami. Kësaj ka shtuar edhe 2 rekat që ka marrë abdes dhe pastaj i merr 3 fish sevapin. Pra, jemi falë të usamut, jemi në 10, 15, 20, 30, 20, me lajke gjithë muslimon, se nuk jemi vetëm ne këtu, inshallah, Allahu Ta'ala. Dikush ka falë 2 rekat, pra i këna falë gjithë nga 2 rekat, dikush ka marrë 3 fish sevap, dikush 1. Pra, si u këtë mjaftojës person dhe që ke mësu që herën tjetër, kur të hynë xhami, bojë njetin që pa falë dhe 2 rekat që ke marrë abdes, po bojë edhe njetin që 2 rekat që ka thot profeti, mos unë xhami, kur hynë fillim pa i falë 2 rekat. Edhe kësaj tjetrës, merr 3 fish në 1. Subhanallah. Pra, gjithmonë ke hajër. Prandaj dhe hadithi që ka zgjedhur hoxha është nga hadithet më të bukura. Një hadith i cili po të shkosh me shkronjë të vogla nuk e ndoshta nuk e mush një rresht, por me atë mund shkruhet libra. Me këtë hadith mund shkruhen libra nga dobi e saj, se kështu ishin fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Diçka të vogël, por me vlerë të madhe, derisa gjithë dietarë që vinë pres për persi nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sahabët, tabiinët e me radhë, gjithë kanë për thonë fjalë bukura të reja
meditime të bukura mbi Kur'anin dhe hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk shteron kurrë. La ilaha illa. Dhe hadithi që përmeni hoxha mashallah nga më i bukur dhe më ka zgjedhur një nga temat që pikërisht më ka bërë dobi mu dhe falenderoj që ma zolli këtë temë. Fillim kur e lexova temën thash çfarë do flas. Pastaj kur vazhdova duke menduar thash sa ligjëratë duhet me marrë se s'dilta. Ka. Po inshallah do mundohemi ta përmbledhem që të përfitojmë nga pak të gjitha. E para do ta shtroj një nga metodet e Profetit sallallahu alajhi wasallam për t'i mësuar sahabët, ishte i pyes ata. Sikur si është hadithi i famshëm, hadithi i Xhibrilit ose nëna hadithë. Pyetje përgjigje. Ka dhe raste tjerë që thotë Profeti sallallahu alajhi wasallam, aty u tregoj për 7 mëkate shkatruese, aty u tregoj për mëkate më të mëdha. Apo sahabët e pyesin dhe unë këtë temë e kam shjellu pyetje, pastaj e shjelloj përgjigje. Dash Allahu subhanahu wa taala në fund, dy pyetje për 3 gjëra. Shohim çfarë mund të pyes. Edhe gjithsesi kush përgjigjet saktë ka dhurat një libër. Librat janë nga libra më të bukur, thjesht. E para këto janë fakt libra udhëzues, janë disa libra. Hajrit. Pastaj dytin kam zgjedh Sira Profetit sallallahu alajhi wasallam, historia e Profetit, një nga librat më të bukur, që as nuk është shumë i zgjeruar, por këto që i ka saktë, pra me zinxhir saktë. Dhe e treta, etika muslimanit, padyshim gjithë kemi nevojë për përmirësime, etika dhe normat islame. Ai cili ka pyetjen e parë, që ja gjen pyetjen e parë, zgjidh nga këto 3 çfarë dush. I dyti zgjidh nga ato 2 që kanë ngel, i treti kush ngel. Vazhdojmë inshallah që mos humbim kohë. Hadithi për ta përmend shpejt që mos humbim kohë, që më nalu ka tema jonë specifike, se shtash është e gjohën, përndet dash Allahu dhe japim hakun më aq sa kemi mundësi. Thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, shfrytëzoni 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Edhe foli hoxha që ishte para meje, shfrytëzoi rinin para se të vi plisnia. Dhe flasim sot shfrytëzoi shëndetin para se të vi smunja. Pastaj do flasim tjerë mas meje, shfrytëzoi pasurinë para se të vi varfëria. Shfrytëzoje rinin, shfrytëzoje kohën e lirë para se dzesh, ta angazhohesh dhe fundit shfrytëzoje jetën para se di vdekje. Pra, po të na lësh pak çaste, shfrytëzoje shëndetin para se di smunja. Pikërisht nuk e di a kemi ndaj doktor këto apo jo, se na korrigjon pastaj, çfarë është shëndeti? Që ta shfrytëzojmë pastaj. Çfarë do thotë shëndet? Unë jam i shëndetshëm apo jo? Lim pyetje. A jam unë i shëndetshëm që ta shfrytëzoj, se nëse unë se posedoj diçka, nuk e shfrytëzoj dot atë që nuk posedoj. S'ka si të bëhet kjo ndryshe. Shëndeti ka 2 krah, sigurisht se zogu që fluturon. E para, shëndet do thotë gjymtyrët Allahu si nga gjymtyrët e jashtme dhe organet e brendshme ti kesh plota dhe funksioni i tyre të jetë i plotë. Ky është një krah. Krahu tjetër, shëndeti jot shpirtëror, zemra jote, mendja jote, pa larg streseve, depresioneve, të dyja kanë fuqi të njëjtë. Sigurisht se njeriu që smunat që jem e pret krahun apo i dhem koma, po ashtu gjen dhimbje dhe ky që ka stres apo më keq akoma ka mendimallsi që thotë ka smunje zemër, që do flasim më vonë. E para, inshallah kuptum, çdo thotë jesh i shëndetshëm. Pra shëndet mirë fizikisht, nga ana e jashtme që ne shohim gjymtyrët e brenda, po ashtu edhe nga ana shpirtërore ti je i shëndetshëm. Pyetja e dytë, jo garancia, por garantitja. Kush na dhënë shëndetin? Kush paguajti me marrë këtë shëndet? Për syun, për gjuhën, për gojën, për zemrën, për mushkërinë, diçka në trupin ton, çfarëdo që morë dhe thojnë, apo edhe dhëmballën, diçka që duket shumë e vogël, në realitet ka një funksion shumë madh. Kot se ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, prandaj Allahu thotë ke surja Tin, me të vërtetë, padyshim pra, e kemi krijuar njeriu në formë më të mirë, më të bukur, më të lartë. Edhe kur është bërë një studim që janë bërë gjithë shkencëtarët e botës në Amerikë, me gjetë një pozicion të një gjymtyre ndryshe që ta ketë funksion, që t'japi rendiment më shumë. Pra dorën ta vendosësh diku tjetër, apo syun diku tjetër, rendimenti të jetë më i lartë. Por shkencëtarët gjithë botën, kokat më të mëdha e shkencës, derisa në fund gjetën duhet jo, s'mund të ekzistojë diçka tjetër. Pak më e lut, më po më lart iku. Jo që sjep rendiment më shumë, shumë herë më pak. Që thot, kush t'i dha këtë mirësi dhe kush i renditi në këtë formë? Padyshim Allahu subhanahu wa taala. Sa pagujte asgjë. Prandaj ne themi gjithmonë kur hapim ligjëratat, elhamdulillah. Falëndrimi i takon Allahut subhanahu wa taala për çdo mirësi që na ka dhënë. Ju do thonë njëri nga ju, sa mirësi na ka dhënë Allahu ne?
Këtë përgjigje që në Kur'an. Nëse do tentoni, ti numroni mirësitë që unë ju kam dhënë juve, kur nuk do arrini fundit. S'ka fund. Vetëm pozitët imi numëru. Kjo tjetër gjë. Kur nuk je për të arritur fundit. Merrej fletore, një libër, një blok marrojmë. Bllojqet e fletoret, mirësitë që Allahu t'i jep ty, kur nuk marroj. Tjetër, pyetja e tretë, si ta shfrytëzojmë këtë shëndet? Pra shëndetin e paskin, inshallah. Na pas adhuru Allahu, dhuram nga Allahu subhanahu wa taala, do këtë falenderojmë Allahun për si ta shfrytëzojmë shëndetin. Shëndeti ta shfrytëzosh, nuk do marr disa shembuj se nuk më ndalu gjithë ditën, nuk del edhe sabahun e falim këtu, nuk del kohë, për disa më kryesore. Si shfrytëzohet zemra? Zemra shfrytëzohet duke u lidhur vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Zemra shfrytëzohet duke u bin, duke adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa taala. Ky është shfrytëzimi i zemrës. Zemra jote të mos jetë lidhur me krijesat, në formë adhurimi po them, që ta adhuroj apo të bindet atyre më shumë se që bindet Allahu subhanahu wa taala. Mos ekzistojë kjo gjë. Kjo është zemër e pastër. Kjo është zemër e shëndetshme. Kjo zemër pra e kryen punën e vet. Është një nga hadithe më të bukur, ta kalojmë pak shpejt. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thonë, 70.000 vet do hyjnë në xhenet pa llogari. La ilaha illallah, pa llogari. E ditë që dita e gjykimit zgjat 50.000 vite. Jo 1, 2, 3, 50.000 vite. La ilaha illallah. Ne 50 vite këtë dunjë, më zgjat shtim. Na duket sikur smaram. E në kur bëjmë një haram hase jeta gjatë. Jeta gjatë, subhanallah. 50.000 vite vetëm ditë e gjykimit. Dhe profeti po thotë do hyjnë në xhenet një grup njerëzish. Po do ma kalu shtit, çfarë cilësish kanë këto njerëzish? Thot, ato të cilët nuk kërkojnë rukje, la ilaha illallah. 1. Nuk shërohen me djegje, nuk i besojnë shenjave o gurzeza dhe i mbështeten vetëm Allahu subhanahu wa taala. Çfarë do thotë kjo? Rukja është halal, halal, nuk e bë kush haram, se profeti i Zotit i ka bërë rukje Xhibrilit. La ilaha illallah. Si ka mundsi? Shërimi me hekër është halal se bë kush haram. Çfarë do të thonë me këtë? Kur ka thonë Sheikh Uthaymini, Allah më shiro, kur komenton te aty thotë, njeriu ndalohet të bëj rukje nëse do të fitoj këtë grad, të hyjë në xhenet pa llogari, jo që ka haram. Pse? Sepse njeriu kur i thot tjetrit, për shembull Hoxh Halilit, o Hoxh Halil, hajde të bëj çik rukje. Edhe ndoshta me emrin Allah të shërohet. Atëherë zemra robi, kur do nga ne, mos bëjmë si të mirë shumë, ça hoxhe, e boni, hoxh si ça zon, la ilaha, ai e shëroi. Gjirove, shëron Hoxh Halili mër. Pra lidh zemra jote pak më atë. Shikon se ka rujt Allahu subhanahu wa taala, ky grup që do hyjnë në xhenet pa llogari, zemra e tyre është vetëm për Allah. La ilaha illallah. Dhe për ta kaluar shpejt, se s'është tema jon fu, në fiks thonë për arsye se shërimi me djegje kam pasi 50.000 njerëz më përpara. Nëse njeriu vendos mbi djegje, pra heka me djegje mbi plagën, 100% sigurohet. Ç'a Allahu thotë? Allahu shërues thotë. O ç'a Allahu gjithë kush e ka bën me hekër, u ka shëru. Lene të thim, thot ai 100%. Atëherë zemra jote njëkohësisht iku, anoj. Prandaj, le ta kuptojmë dhe ta praktikojmë. Zemra truhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Që të hysh në xhenet pa llogari. Që shëndeti i zemrës ta bëj punën e vet, ta adhuroj vetëm Allahun subhanahu wa taala. Tjetër, gjuha, aftësia të folurit. La ilaha illallah. Sa njerëz kanë gjuhë, por nuk flasin. Por këtu gjuhën e kanë rregull, gojën, dhëmbët, rrugë të frymarrjes, çka ka? Mirësia Allah subhanahu wa taala që ty ta ka dhënë atë tjetër se ka dhënë. Do vim më vonë. Ta shpjegojmë dhe atë çështje kleçkë nëse e themi kështu. Mirësia Allah me fol, shqiptimi si shfrytëzohet kjo më hoç, çfarë të thon, shfrytëzohet me fol, flasim. Kështu kena di. Po, e ke ndorë ta shfrytëzosh këtë mirësi në dobi të Allahut subhanahu wa taala, duke bëu dhikr, duke bëu ibadet, duke lexuar fjalën e Allahut Kur'anin famlar. Kjo është shfrytëzimi i gjuhës, i shqiptimit. Duke u sjell mirë me njerëzit. Siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, më i miri ndër jush është ai i cili të tjerët janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Pra gjuha mund bëj dhe si thot
si thonë ato, gjuha kocka nuk ka, po kocka thyn. La ilaha illallah. Pra ato që kanë fol, kanë pas me dhe. Pra sikur se na lënë vetëm një çast, mi gjë. Kur thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kush thot subhanallahu wa bihamdi, i ndërtohet një apo i rezervohet një palë në xhenet në emrin e tij. S'po hym në detaje, diçka dhikër më me vlerë, diçka më të madhe, namaz e gjëra që bëjmë ne me gjuhë, Kur'an. Vetëm këtë. Me gjuhën tatë ti thua subhanallahu wa bihamdihi. Ty të ndërtohet apo të rezervohet një palë në xhenet. E cila palë bëhet fjalë? Një palë në cila trungun e ka prej esmeraldi. 1 kile e saj, Khalil Khipshin, sa pa ngjoja, pak se e di më mirë situatën, në Arabi thonte 1 kile e saj është diku këtë 80.000 euro. 1 kile. Pa jetë ka me ton esmerald. E degët e saj janë nga ari 24 karat. La ilaha illallah. E hurmat e saj janë më të mëdha se hurmat e kësaj dynjaje dhe nuk shterohen kur dhe nuk kanë far dhe nëse ti merr një kokër, la ilaha illallah, kënaqesh me atë mirësinë. Shihen e ka më të mirë se kjo dynja, nuk e gjen dot këtë dynja. Dhe në moment Allahu azza wa jalla atë një kokër tjetër, thon dietarët, që ty mos lindi ideja që po marron hurma. Jo, nuk marron. Dhe nëse zgjat dorën me marr hurmë tjetër, e ka shihen më mirë se e para. Gjithë dobi, gjithë mirësi, vetëm prej gjuhës se the një herë subhanallahu wa bihamdi. A kupton o robi Zotit? Nga krau tjetër, si thot profeti sallallahu alajhi wasallam, thot, njeriu mund thoi diçka, pa i vonë shumë rëndësi, por kjo gjë bëhet sebeb që të zhytet në zjarrin e xhenemit 7 vite. Apo nga lartësia e qiellit tokës, subhanallah. Zhytet në zjarrin e xhenemit për diçka që ti s'e ke marrë në konsiderat. Po gjuha është ajo e cila e thot fjalën më të bukur, e cila është fjala e tauhidit, çelësi i xhenetit, la ilaha illallah. Dhe zemra normale i bindet dhe qetësohet te kjo gjë. Po gjuha është ajo e cila të rënon, bon gremin, që si duket funi me thonë që s'ka zot, çfarë zot e thon. O pralla me mreto. Këta bëjnë popullin që mos bëjnë çik zullum shumë, mos bëjnë vjedhje e vrasje, kanë gjetë i formë me manipulu njerëzit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mirë për këto njerëz nëse nuk mendon. Mirë për këto njerëz nëse nuk mendon. Po çfarë bëni? Gjuha e foli. Ai nuk shkoi vrauni me dorën e vet. As me komën e vet me thy derën e dikujt. Ti e gjuha e ti foli. Gjuha e ti e përgënjeshtroi fjalën Allah. Pra, shëndeti i gjuhës në vend që ta përdorte për mirë, e përdori për keq. Dhe do marri atë që meriton. Allahu na ruaj. Prandaj, sa jemi në kohë, le ta meditojmë pak që ta shfrytëzojmë më shumë gjuhën tonë. Dikush mund të ke hap fjalën Allahu sa pas në librin e Kuranit përpara Allah shpërblet hoxhës. Dikush e ka hap 5 minuta në ditë. Ora, pse mos hap 10? Dikush ka thonë 2 herë në ditë subhanallah, pse mos them 10? Pse mos i shtoj punët e mira? Njëkohësisht, duke shtu punët e mira, largohu nga gjunahet për gojimi. E pe filonin. Një herë që erë në gjëmi, erë me pucë. Ma lenë, që që erë në gjëmi. E pe të tjetërën e. Thire e zoni, e në thot e kam zemën e pasër, vërtet më të madhe. Shkoj kara. Shko vla, lene. Mësi thuj tjerëve se s'ka dobi. Shko këshilloj e te. Mere, hajde të vla. Mashallah, a ki zemën e pasër? Mashallah, unë pojdoa që ta kej shumë të pasër. Shkëllqe e zemër jote po. Zemër që shkëllqen parë, namaz parë në gjami, unë zdit ketë. Edhe thuj, ka i lajmërim i veçan, thuj. I lajmërim me shkronje tarta. Namazi është detyrë e në për ata që kanë zemën e parë. Kështu që nuk po them që si ti, por është detyrë në për ty, thuj. Pastaj Allahu i ka lënë njerëzit zgjidhen me dëshirën e vet, për na është dhe xheneti e xhenemit. Se po dishe punë me imponim, dishim gjithë me lajke, gjithë besimtar nuk ka kundërshtim. Bismillah. Pra Allahu i ka lënë zgjidhen njerëzit. Zgjidhin ta adhurojnë Allahun, ti bindën Allahut apo zgjidhin kundërshtojnë me ndihmësia, ti marrin shejtani për humsh. Por ne duhet bëjmë punën tonë. Urdhërimi për mirë, ndalimi nga e keqja. Te kemi detyrë, sidomos ditët e sotme. Sa ka njerëz të cilët japin nga pasuria e tyre, nga jeta e tyre, rrin larg familjeve vetëm që të hapin imaritetin, shturjen, alkoolin, bixhoze, budalliqe, pra sakrifikojnë vetëm për të hapur këto gjëra të çllura. Pse mos bosh ti gjëra të mira?
Se më sakrifikojmë ne diçka pak nga pasuria, nga jeta jon, nga koha jon, që të hapim fjalën e Allahut. Vetëm për hir të Allahut, si do thotë, shpëtosh rob nga zjarri i xhehenemit. Nuk është gjë e pakë. Vallahi është gjë e madhe. Nëse do ishte me një punë apo do hapte një punë, kërkohet punëtor, një firmë, fabrikë. 200.000 euro rroga, vetëm më shku më nejt atje, më bëj 2-3 lëvizje. Kush bin një rob tjetër do mori 200.000 euro tjera, thjesht se ka pru një rob tjetër. Kush bin në ky rob tjetër, 200.000 euro i shton ti. Pra, nëse çon 200 vet, 200.000 euro për çdo rob shton ty. E këto bin nga 200 vet, prap ty nga 200.000 euro kështu. Ziti llogarisësh. Ama nuk ze gjumi, pa i bo sa më shumë rob. Deri der, hesi se punë lehtë. Gjë të lehtë. Bismillah. Ja vlen mu lo. Allahu që po të premton diçka më të madhe. Po të premton xhenetin, një plom më e mirë se dunjaja dhe çka më ajo. Me fesare, me guçmor, gjithçka. Një namaz sabahu, 2 rekat sunete, e farz është më me vlerë se sunete. Është më i vlefshëm ka Allahu se dunjaja dhe çka më në saj. A nuk duhet më shkon njerëz e burëm? Pse? Sepse kur bërë sebeb që dikush të udhëzohet, për çdo namaz që fal ai, për çdo sadaka që jep ai, për çdo agjërim që bën ai, vjen dhe ty sevape. La ilaha illallah. Ku ti pak çuti? Se kjo tregon sa bujar është Allahu subhanahu wa taala. Sa i mëshirshëm është Allahu subhanahu wa taala. Ja vlen mu lo pak? Pa diskutim, ja vlen mu lo shumë, jo pak. Për xhenet kaq bukur, për një Allah, një Zot që s'ka tjetër, për ne që e njohim që është kaq i mëshirshëm me robët e vet. Tjetër, nga mirësi që Allahu na ka dhënë ne mirësi e dëgjimit. Sa njerëz ka që zgjojnë, po ne na ka dhënë Allahu na ka bërë që ngjojmë. Po ne te mund ta shfrytëzojmë shumë mirë. Sigurisht jena sot të bu këtu, e ngjojmë ligjëratën, inshallah kuptojmë disa gjëra, i shtojmë disa gjëra në jetën tonë, po ashtu pastrojmë rutinën tonë nga disa gjëra që s'pasin qetë mira. Pra i shfrytëzojmë për mirë. Po la ilaha illallah, vallahi bjerë kish. Po jetojmë në një kohë e i thot vetës musliman, e fal namaz, për xhumori e shpart, sa i hap telefonin, muzika, si thonë dietarët, Kurani i shejtanit. Pse të marrësh Kuranin e shejtanit, kur Allahu subhanahu wa taala ka sjell Kuran, fjalë Allahut e më e vërteta, shëruese, të largon brengat, mërzitjet, vujtjet, për çdo hall, hapo robi Zotit se ka zgjidhje. Ndoshta ti nuk e kupton, shko ke dikush tjetër që e kupton më mirë. Mos u ndaj nga fjala e Allahut. Muzika ku i thu dikujt, ora është haram, nuk bën me ngjumse. O ky çka ka 5000 vjet mrapa. Pa kemi arritur një gjendje që jo bë fjalë me lo, po të bëjmë për budall si thu që është haram. Edhe ne nuk e bëjmë dot halal, do robët e Zotit. Pasha Zotin, e kemi amanet nga Allahu, ta themi të vërtetën, dash ti pëlqejnë njerëzit, dash mos i pëlqejnë. Do japim llogari për Allahut. Çdo gjë ka zekatin e vet. Zakati dijes është shpërndarja e saj, jo me shpërndar. Ta anoj çi. Jo, se do japim llogari, dash shpërndash fiks, siç është. Atë që din, thuje siç është. Pyetje tjetër nuk e din. Thuaj o vlla, unë ta thash këtë që di. Këtë që pyetet ti unë nuk e di. Mos vazhdo, jo po nduket, jo po ishte, jo po sishte. Puna fes nuk ka kështu. Shko vlla pyet njëri më ditur. Hajde bismillah xhami. Hoxha mashallah inshallah e ka diën. Nëse edhe hoxha se ka diën, do lexoj, do mësoj, do ta thoj. Nuk është turp, thosh nuk di. Kur u pyet profeti sallallahu alajhi wasallam nga Xhibrili, kur do bëhet kiameti? I pyeturi dhe pyetsi nuk din më shumë. Nuk tha profeti Zotit, jo po pritje ta mënoj herë, po do bëj. Jo, fare. Ku profeti s'kishte turp thonte, nuk e di valla. Ke turpit? Kush jeti? Ne ndjekim profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam, thuaj valla nuk e di. Siç kanë thot para ton, dia është, ka thon Allahu, ka thon profeti, nuk e di. La ilaha illallah. Prandaj, shfrytëzoj këto mirësi. Proteje, që ditën e gjykimit kur dal dëgjimi jot, thotë Allah, falë më shroje. Allah, futem mëshirën tate. Allah, futem xhenetin tate, se ky kanë gjuhë Kur'an, ky kanë gjuhë ligjërata, ky kanë gjuhë hadithe. Po ka qenë xhamia të Rum, filon ditë, filon datë, filon kohë, kanë gjuhë të hadith. S'ka qenë haram, s'ka qenë kazino, s'ka qenë të gjuhë muzikë. Allah falë. A dita e flasin gjymtyrët nuk flet më goja. La ilaha illallah. E mirë njëri i cili gjymtyrët e tij janë dëshmitar kundra tij.
Thot ky ka bërë tek. Thotë o vesh, po ti për ty mendove se ti kënaqesh kur ngjan muzikë. Për na e bën aty tash ti flet kundra meje. Ditën e gjykimit, kush do njëri thot nefsim. La ilaha illallah, vetja ime sot ditë ran. Baba, nona, o bab, lene se kam hallin ti moj, non, lene, o çon lene, s'ka, sa do të afërm, s'ka ki hallin tat. La ilaha illallah. Për këtë ditë puna shfrytzoje që ky kthoi pasaj valla. Ka po mirë. O Zot, kanë gju ligjërat, kanë gju Kur'an. Larg muzikës. Ka qenë larg muzikës, larg tashetëve, larg sharjes Allah, nuk e kanë gju këto gjëra. Lusë Allah subhanahu wa taala që kjo pikë t'i përmirësoj shoqërinë tonë. Ta kuptojmë që muzika nuk ka haja. Ta zëvendësojmë muzikën me Kur'an. Ta kuptojmë që muzika ta brengos zemrën. Muzika ta kyç trurin. Muzika të bën që mos ta shijosh Kur'anin. Muzika bën mos të ndjesh ibadetin. Dhe vetëm kjo të jetë nga domet e muzikës mjaftojnë, pashallah, falesh namaz, la ilaha illallah, dhe mos të ndjesh atë shkak u ka bë muzika. Mashallah, mjafton si argument. Të largohesh dhe larg sa më larg. Ti bëhet sebeb që ti mos e ndjesh ëmbëlsinë e imanit. Edhe kush e ka ndjek ëmbëlsinë e imanit, e din ç'do thot. Kënaqësia ti për ulesh Allah, që Allah po të shikon dhe të vëzhgon dhe ta shënon atë mirësi. Ndërkohë që ky haram, që ty tu ka duk i dobët, ama si, ç'a po bëj? Po bën. Kujtoj që Allah po të shikon, kujtoj që Allah nuk është i kënaqur me ty. Ndoshta e zjata pak kjo pikë, por nga që shoqëria jon, siç thash, e ka marrë që në një fazë të tillë, homët pasaj ky 5000 vite mrapa. Pasha zonë le thojnë 5000 vite mrapa. Më mirë thojnë 5000 vite mrapa t'ia thush në sy, apo edhe në rrjetet sociale nëse e din që njëri nuk e ka gojën e dytë, mos u bë sebeb që çajt mori gjunaj, në rrjet social çoj mesazh. Po shikoj te ligjëra e hoxhës si sa bue ka folë hoxha. Ndër tjera hoxha ka thonë atë muzika është haram. E ka marrë mesazhin. Pse? Boj që det thoni sa, jo, se dinë e gjykimit, ai xhai jot, ai komshiu jot, ai shoku jot që ke pas te dënjo që ka ndju muzikën e këtë, do të kapi për jakë, për mjekre, për ore Europë i Zotit. Shok, kena hën kena pi dhe ti s'ke thon mua që ka xhenem, ti s'ke thon që kjo është haram, ti s'ke thon mirësinë e namazit mu. Si ka mund të jam ke thon mua shok, kena hën kena pi, kena dalë, kena bëj çefa bash. Po ti pasë që tradhtar, ta thon së ditë e gjykimit, po s'ka gjë më mbrapsh. Më mirë ty në këtë botë. Dasha Allah përmisot, nëse nuk përmisot, rezultatet në dorë të Zotit. Mos u brengos ti. Mos u brengos, se kjo është nga kurtët e shejtanit. Po lere se e ka thonë atij, ka thonë 20 herë ja ke thonë. Nuk dihet kur hapet zemra. Dihet që rezultati është në dorë të Allahut, nuk është në dorë teja. Profeti sallallahu alajhi wasallam xhaxhan e vetë donte fort. E mbrojti, kum fare diç, ta jem fenë parëve të mi. Xhaxhai vetë, e Butalibi. Nuh alayhis salam 950 vite, as 80 vite musliman. Rezultati në dorë të Zotit. Mos u brengos nga rezultati, brengosu, a e ke qua manetën Allah në vend apo jo. Kjo është brenga jonë. Tjetër, nga mirësitë e shëndetit që Allah na ka dhënë, aftësia për të lëviz gjymtyrët tona, dora, këmba. Këto t'i përdojnë për mirë, jo për t'i dëmtu tjerët me dorën tonë, por për të bëu punë të mira, për të shkuar drejt punëve të mira. T'i shfrytëzojmë për të punuar për halal, larg haramit, që këtë ta mbajmë familjen tonë. Gjithë dalin punojmë. Alhamdulillah, duhet me punu. Askush sot s'do të me punu. Kush del me njetë me punu që shmang haramet një dhe e bon njetën që kjo punë ta bëj halal, maj familjen gjallë, tu shenë me halal, çdo djerë që i del nga balli, çdo vujtje, çdo siklet, që i borë jashtë tani, ty të shkullën se vapë ka Allah subhanahu. Si ka mundësi për, se pe bon me njetën për hirtë Allah subhanahu. Gjithë punën, dikush më shumë, dikush më pak. Kur thoti fjalë edhe të ham buk, lahet robi. Pra edhe ku ham buk, e bën jetën që të haj buk, larg haram dhe largon, nëse ke raki, larg, kjo është haram. Nëse kemi deri larg, apo nëse je në shpitate se afron hiç se fotfare në shtëpi. Han me jetën me bismillah me dorën e djathtë siç na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe ha që ti jesh më i fuqishëm që ta gjërosh, bosh ibadet. Çdo kafshat, çdo gjë shuhet ibadet. Subhanallahu. Ku ke pa ka shmirësit në dhaja që Allah në jetën, la ilaha illallah. Kush në dëshoj thjesht njetin, gjithë hajnë buk, gjithë punojmë, për jo gjithë marrin se vape. Dryshoj njetin, boje njetin, për jetë Allah për çdo gjë, dhe ke përpa për çdo gjë ke për marrë se vape. Ke përpa. Ku kam përpa unë hoxhe? Ke për ta panë të botë Allah të cilë mirësi, qetësi në zemër.
Dhe ke për ta pa në varr, se atëherë kupton më mirë. Dhe e vërteta kur dalësh ke peshoja ditës gjykimit, që më së miri ma gjonat, dhe vin ky sevap për agjërimin. Mashallah, ky për Ramazanin, e ky tjetër për sadakan, ose vjen sevap. Po ky, hoqë Allah subhanahu wa taala mos menon rob dorë mos e ka ngatruar Allah. Ku kam punu me argjë ky sevap i madh. La ilaha illallah. Allah nuk ngatron gjë. Absolutisht. Qoftë vogël fare. Jo male me sevape. Por Allah ta kujton ty ato punë mira që i ke bën me njet, ke punu unare, ke mjell peme, po i ke bën njet për hir të Allahut, sevape sot. Alhamdulillah. Për na të shfrytëzojmë. Nga krau tjetër, dora jonë më bot sebeb që kumshit ton, familjarët ton, që në siklet, bo, kush erdhi, bo, ky për plas dyrë tash. Dora jote ball deri na ti më thon. Bo, kush erdhi, bo, kush. A ky e. Ndoshta e ka prerë një gjoni. Ose vjen i mërzit shtëpi. Ç'a pate? Komshiu mi preu ja 5 pemë atje. Ishin aty. Se të bëhet ajo të sebe. Për harame. Po i dorën tate, komën tate sebe për punë mira. Me gjymtyrë tate bjerë Allahu sejdë. Momenti që njeriu është më afër Allahut subhanallahu teala është kur është në sejdë. Po, na i vora. Besoj e kuptum. Më thashon vetëm pak e në ndalu, sepse po di margjim më radhë nuk në del ka. Po inshallah, çdo gjë që na jepet mundësia nga shëndeti jon ta shfrytëzojmë për mirë. Një pyetje tjetër, të krau tjetër që shfrytëzoje shëndetin para zvi smundje. Po smundje ç'është? Kush e kuptoi ç'është shëndeti, e kuptoi e kundërt të saj është smundja. Kush e kuptoi që kur thani shëndeti është që ti ketë njeriu gjymtyrë dhe organet në rregull, dhe funksioni i tyre të në rregull, se veshi mund ta ketë si gjymtyrë, ai po s'ngjon. Dorë mund ta ketë si gjymtyrë, mashallah por e ka paralizuar. Pra, jo çdo kush që ka gjymtyrë mund ta ketë funksionin e saj. Pra, e kundërt kësaj do thotë e ka ose nuk e ka, pra ose e ka gjymtyrën dhe nuk funksionon ose nuk e ka fare. Sa njerëz ka, mund të linë edhe pa dorë, pa kom, me vrim zemër. Kalon e nga spitale se ndoshta i shtot besim. Sa kush kalon e rrallë, e kupton që pasaqen një jemet i madh. Si thot profeti, dy gjëra njerëzit neglizhent, ndaj dy mirësive njerëzit neglizhent. Ndaj shëndetit dhe kosti. La ilaha illallah. E vërtetë. Dhe s'ka si tjetë ndryshe sa ka thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Por me të vërtetë mund të jemi neglizhent, por duke kujtuar tek këshilli e profetit duhet më frenu nga veten, me si frenoje, prej shfrytëzoje kohën e lirë. Prej kujtoje që shëndeti s'është për herë. Do të i kaqë. Se kemo, shfrytëzoje. Pra, të merë prap rryma, prap kujtoje, si puna namazit, dje shejtoni, ke lo bukën në furr, ke përmjet 500 pemë nesër, po te, e qove narët e zitore me punu. Aty djenë, namaz i dhe. Kur e thonë, Omer ibn Khattabi, thonë, pejse bizimtarëve, shumë mendime për vim namaz. Sa, falendoj Allahun, thë se shejtoni ka i mirja, ka i kejtë që ka cifutet e kishterat e më kejtë se shejtan, thë nuk shkon. Por ti përpiqesh që kujto, po më shef Zoti. La ilaha illallah, jam namaz për hir të Allahut. Pa largoje, mundohet ta largosh, pa luft. Luft, deri kur vi vdekja. Kur dalë shpirti, pastaj si sot vi me lego, do dilo shpirti mirë, shpirti me buzëqeshje mirësi, mas kësaj momenti nuk ka më vujtje strese, tu shpatove. Kur dali, ama derisa është në trup, s'ka siguri. Prandaj ta lutim Allahun subhanahu wa taala që deri në fund vetëm ta shtohet besimi. Deri në fund vetëm ta shfrytëzojmë për mirë. Dhe e dyta, nga smundja është, smundjet, si thosh, i ka dy krah, shëndeti dhe smundja i ka dy krah. E para kjo që ne shohim, jo dora s'lëviz, jo kom s'lëviz, jo pa paska në zemër grob, etj, jo pas ngjoka mirë, dhe e dyta, që ndoshta është më e rëndësishme, pa çka se ne ndoshta se fusim lis, ana shpirtërore. Kur njeriu smundet nga ana shpirtërore, është më problem. Shumë problem. Por zemra ti është lidhur me diçka tjetër përveç Allahut. Zorsa e shput. Po jo ora kisha laçet kalloj gjithë argumente, la ti thu. S'bon, po s'bon pra. Shirk. Zemra jote ti pretendon se kisha laçet apo një vend tjetër i shenjtë, apo një besetni të sjell mirësi, të mbron nga e keqja, të shton bereqetin. La kur në botë. Po mirë, atje mund të shku njerëz me kome, kanë arpa kome, këto mohabete. Mund të ndodh. Ky ka qenë smund nga xhin, ku ka shku atje, xhindi e ka liru. Për të bos provë për tjerët.
Ka shku atje se gjindja ka paralizu. Ka shku atje gjindja ka liru. S'ka më pengesë, gjindi ishte që po në iku gjindi, unë ngrenë kom, kjo njerëzit, se s'kan dhije, kjo është që. Për ne thash, të me gjithë se kanë dobit ma, ndaja. La. Edhe nëse në gjonë, i gjohë 5.000 herë, dobi ke. Me ke që mësoj një metod tjetër, si t'ja thush tjetëri. Mësoj metod, si që thot i hoqë nuk e thot i tjetër. Mësoj metod të re. Përmisoj e vetën tate. Ngulësoj e më shumë, mësoj e më mirë për mensh. Vetëm dobi ka. Pra, njerëzit mashtrohen. Pra na, diskush ka me një masi. Duko thuje, a i që ka me një masi e kene detyrë të këshon, kjo s'mu një ronë. Me një masi kjo buri iblisin të largohet nga mëshira Allah subhanahu wa taala. Dikush ka smirë. Dhe smirë të djekë punë të mira. Dhe smirë të dëmton robin nuk e lën. Po e ndërtoj shtëpi. Po drejti makinë. Po e mull tokën. Plase i shteti. Ka smirë. La. Nuk jetot do të vetë se. Po e boni. O robi Zotit. Tu elhamdulillah e boni Zotit marrë. O Zot, ipi më shumë ati. Po më jep dhe mu. Kur thotë o Zot, ipi ati. Me lajket lutën për ty. Më lutet me lajke për ty. La. Me lajke që s'kan gjuna. Me lajke që adojnë vetëm Allah. Largoje smirën. Largoje urrejtjen. Largoje përgojimin. Për çfarë përgojimi hoxhe? Se pashëm me sytë e mi pra e boni. Nuk do thot ke gëny. Se këtu ke që kupton gjënë. Këto janë kushtet e shejtanit. Nuk po thot hoxhe ke gëny, po thot ke përgoju. Dhe gëny është si që të Allah në Kuran, e që përgojen të masë këmë hongë, nishin e vlajt vetë vdeku. Handot robi la. Ndosha kur është mërzit gjallë, e bren nga herë. Po që e vdek la, dhe buën me që im prap e ka vla. Ku e shef vdek, që s'ka mo, e thot që maroj doktor të kërë ka maru, edhe po patë konflikt me tokët e me shpine, me pasionin, thosë, vla. E në nuk e ngullë dhënë kur, vallaja. Se ki vla. Edhe mësë ma pas vla. Përgojimi është i ronë. E thot, hoxhe, po në pas më sytë e mirë, që thudi? Po pra te, nuk po them që ke gënyu, po them që ke përgoju. Që do thot? Po do thot që nëse i vlajt dhe ishte prezent, du në tjenë të kishë, ose t'i zdatuj e fare, se din që e në tjetë kishë. E pesi herë se shtrejnë të, po mirë, po t'ishe i prezent, da thoje t'i këte? Jo, zda thoje. Ose da thoje, pa i du në tjenë dhe shumë kishë. E pa zda thoje, kjo pa është përgojimi. Nuk po themi me shtif, se kjo është akon me ronë. Prandaj Allah në rujt. Disa mund pyesin me drejt, është pa drejtësi që disa lindin shëndetshëm, disa lindin me smunje. A është pa drejtësi kjo? Dikush lind me kom, dikush pa kom. Dikush me zemër tregu, dikush doktorët bu shpejt, Shqipëria nuk ka Turqi ose jashtë shtetit se s'ka aparatura. Si kam të kjo? Bo Zoti pa drejtësi. La. Që abi shembull të lezetshëm. Vjen njëri këtu në xhami, bismillah sonde ke xhamia e Çerom, ka ligjera. Hym këtu ai me thesin dorë, i merr nga djathta, i bi hoxha tjetër këtu me ton, mashallah, nga 50.000 euro bosi tak. Kur kalo këtu në mes, thot tyre për jap nga 20. Kur shkon atje, aty për jap nga 5.000. Angret dikush më thon, ça padrejsi e boni, më mua 5 ti do 50. Ky ti thot, jo, ne më boni padrejsi, më mua 20. Nuk thot ne, thot, Allah është problem. E kapi dora kon 5, aty 50, s'ka gjë se na i falin, nuk është se kontribum në gjë, bom në gjë, ne që thaj, po bote punë do ja 50, nuk ka gjë ai përpara. Që thoshte unë bone pa se majti premtim. Jo, durati kishte. Si 5, si 50 s'neshte, Allah është problem. Alhamdulillah, rreth për Zotit. Edhe shëndeti. Është mirësi Allah. I jep kujdoj, ja hiq kujdoj. S'është dorën tonë. Sot jena mashallah ne tu fol nesër, do të thënë. Ose paralizu, ose zemra nuk është në rregull, ose mendja lëviz, ose syri shikimin e humb aftësinë e shikimit. Do ta kuptojmë këtë gjë që si kemi përgjithmonë për nai themi shfrytëzoj sa i ke. Dhe ky hadith për nai na tërhiq vetën e shfrytëzoj sa i ke se si ke për herë. S'ke garanci që do jetosh 100 vjet, 80 vjet, 70 vjet e 53 ditë. Ama këto gjë i ke, s'ke garanci. As për vetes kishte garanci, edhe është smur, do vim më vonë. As ke garanci shfrytëzoj sa i ke. Prandaj nuk quhet padrejsi. Përveç saj, ai i cili është i çal apo nuk gjë mirë, bën sabër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse bën sabër për hir të Allahut, shpërblehet. Pra Allah ka privu nga mirësia që ja ka dhënë shumicën e njerëzve, por në fund shpërblehet. Ai me atë vështirësinë vet, ndoshta nuk ka shikuar mirë, ndoshta nuk ka lëviz durat mirë, ama shpërblehet për çdo vujtje që ka kalu. Kjo është nga mirësia e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nga mëshira e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Për çdo gjë të shpërblet.
Pyetja rradhës, a ka ndonjë shpërblim në smumi? Hajsu smum po, a kemi një sevap? E ka pak fare unë sa para se të them pyetjen. E kam i babë shtëpi i vjetër. E kam i gjysh, e kam i gjatë, më thon thot dikush tjetër, thot kam hallën të më thon po. Dobët shumë. Dikush te hall, dikush te hall. Ka një sevap, një shpërblim. Këto thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nga Ibn Mesudi transmeton se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thonë, çështja e besimtarit është e çuditshme. La ilaha illallah. Çështja e besimtarit është e çuditshme. Ku e godet ndonjë mirë falëndron Allah. E din që mirësitë vijnë për Allah. Dhe ku e godet ndonjë keqe, bën sabër. Dhe falëndron Allah dhe lidhet më shumë Allah. Dhe lut Allahun ta largoj. Dhe Allahu ja kthen mirësi çdo gjë. Dhe thot fundi i hadithit thot edhe gjembi. Kush punon në prarë e di mirë këtë mëdhen. Edhe gjemi që mund t'i hynë kom apo ndor, atë dhimbjen e vogël që e shkakton, bëhet sebeb që t'i largon gjunat. Dhe kjo nuk do vetëm me besimtarin, se ka lidhë zemrën vazhdimisht me Allahun subhanahu taala. Pru Allah mirësi, alhamdulillah, po zashtoj, i thon Zoti. Pru Allah një vështirësi, një sprovë që ty nuk pëlqen, po durim për jetë Allah. Për shembull, dikush mund t'i vdesë fëmia, kujtohej që fëmijët i kanë vdek, jo një, por 6, kur ishte gjallë profeti sallallahu alajhi wasallam i ka parë në dorën e vet. 6 fëmijë. Subhanallah. Si reagoi? Kështu do t'i shëmbëjon. Thoni thot profeti sallallahu alajhi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi dhe tek ai kthehemi. Te Allahu jemi tek ai kthehemi. Dhe Allahu nëse njeriu thot kështu, Allahu për çdo gjë i ka vendos me lajke si dëshmitar, jo që ka nevojë se si din gjërat. Ne i thot me lajkeve si ve për robim, për t'i marrë për dëshmitar, pra jo që si din. Thot tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pra boni sabër për hir teje. Thot garantoj shtin xhenet. Për banove xhenetit. Pra boni sabër, e kalova provën bismillah. Ishi rast në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, profetin Vareza. I non i gruat i bërtis. Profeti e afro dhe thot oj non, çetso. Thot ik, nuk ka gjetë ty, ishim ka gjetë mu. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë i butë, i mëshirshëm, i zgjuar. E pa që ishte e kohë më diskutu më shumë se e pa që s'logjikon të kufliste. Iku dhe i thonë sahabët, e din ti me qa fole? Që ishte e tonë zore ashtu? Si mund t'i flasën shti ashtu ati? Se kush ishte? Profeti Zotit, unë ngejt kjo grupë, normal, e kishin të ndjenë që profeti Zotit, normal. Alhamdulillah besimtare, kjo është mirësi e besimit. Bin gjunat, përmiso sa më shpejt, më zlenë më tërheqi shumë shejtani. Thyje notën, bam. Iko tha, oj dërguj Allah, në laj, thot, nuk e dhije për Zotit, thë se e dërguj Allah. Profeti Zotit tha, durimi është në momentin e parë që bis prova. Këto duken burra. Me apa flasin gjithë. Ja kisha boshë, ja pëj, mrapa. Amo momenti i parë, aty është ajo besimi fort. Kush të qëndron, kush e kalon me sukses, kush i hum, kujtë Allahu ja merë dy kënaqësitë kësaj bote, pra dy syt, Allah i të mëson me xhenet, po gjithmonë bëj sabër. Një grua i herë, profeti shkoi edhe i ishte smur me temperaturë të rëndë. I tha profeti çka ke? I tha, më ka myt temperaturë që Allahu e shkatro, pra Allahu mos e begatof. Thot mos e mallko. Se kjo bëhet sebeb që të largohen gjunat. Një transmetim tjetër thot temperatura ja heq njeriu gjunat, sikurse zjarri ja heq atë hekrit në shkun. Ku e fut zjarr, kush e ka praktikuar di më mirë se sa unë që e di me teori, ju e në praktikë di mirë që e fut aty nga nysh, del se patë e re, e shet atje, për dimër, mashallah, pasaj, nuk ngel bajt. Apo hadith e tjerë që thot, ja hull gjunat nga trupi, sikur se bin gjethët e pemës, në vjesh, që bin, se janë gati të ra, i bin bam, i herë t'i bishtë, janë gati, i herë i bin bam, dhe hadith tjera thot, profeti sallallahu alajhi wasallam thot, Allahu subhanahu wa taala, një personi për shembull, ja don mirësinë, i ka vendos një shkallë të lartë xhenet, nuk don ai sa të hyjë në xhenet të mëse. Sunim jam do të jetë lart. Ka thënë i ka vendos një shkallë në xhenet që nuk arrin me namazin, me punën, me ato. Nuk arrin. Ç'a bën i çon një sprov, një belas, mund një gjëna, bëkon syton kush disi me nënjë. Kurse ka Allahu subhanahu wa taala ky ç'është
është të marrë të vendin që se arrin dot me punë të vet. La ilaha illallah. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam thot, njeriu në godasin belat njëra pas tjetrës smundjet e vështirësit, derisa të ecin tokë pasi gjuna. Prandaj mos fol kur s'din gjë. Mos thuaj se kush e di çka ka bëu, shi ka 2 vjet rat. Ka 2 vjet rat. E prejo më të capi komat aty, kush di çka ka bëu. Mos fol, se ndoshta Allahu me këtë provë që duken si droga ashtu angrit atë. Flasin për muslimanin, kurse pra atë që s'është musliman, inshallah bëhet kjo sebeb që të reflektohet. Kur i vujtje ka që volë të dunja nuk përballohet, e ku përballohet zjarri i xhenemit. Inshallah mediton. Prandaj direkt pyetjen në rast kësaj e zolla, çfarë obligimi kemi ndaj atij që është smur? Ndaj obligimit që na thot feja jon thot, muslimani ndaj muslimanit ka 5 obligime. Ku jep selam, jepi selamin. Hyn në xhami, selam aleikum. Mos flasim. Se Allah, thuaj wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tro se vapi ke nëse apo. Plot. Se Allah e prish fytyrën, e prish zemrën. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk bëni në xhenet pa besuar plotësisht dhe nuk keni për të besuar plotësisht pa u dashur midis njëri tjetrit. Aty u tregoj diçka që nëse do praktikoni do i shto dashuri midis njëri tjetrit, ton po i dërgoj Allah. Ton prapi selamin midis njëri tjetrit. E para, e dyta, nëse të fton përgjigj ftesës. Dhe shkojon. Pa i smerdhi mu. Lere me animalsine, lene kurthet e shejtanit apo. Nëse aty nuk ka haram muzikë, alkol. Allah. Pirë mund ta përdorësh dhe për davet. Leni këto, jo po smerdhi mu. Jo po ne pa ta ftu 2 herë smel. Mashallah, ti shkoj. Kthehet keqi më të mirë, thot Allah në Kur'an, sa i ka për të bë thot njëri i afërt me ty. Pra jo ti je mik, po i afërt fare, subhanallah. Edhe kësaj Rahman thot, e nuk është përbimit mirës vetë se e mira. Subhanallah. Tjetër ka thonë, nëse smuret, vizitoje, bë dua për të që çrohet. Pra nëse smuret, në njëri vëlla musliman, vizitoje. Pa e ken fis, vizitoje, po s'është musliman, po këshilloje vëlla. Bëhet musliman, elhamdulillah ta ka dhënë Allah mundësinë. Bom parash. Me morë në çështjen e dunjas. Nëse uzon dorë tate për çdo punë mirë se vapet e la ilaha illallah. Pra me 4 ku themi me shpejtësi shko. Tjetër, nëse ndron jetë për cilë xhenazën e tij. Pra këto mësime na jep profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ne duhet mi praktiku. Dhe në fund thot, nëse të shtin dhe thot elhamdulillah, thoj Allah të shëroft. Allah të mëshiroft. Pra, kur dikush të shtin dhe thot elhamdulillah, e kemi për detyrë të themi yahmukullah, Allahu të mëshiroft. Dhe ja themi jesle Allahu ta përmirësoft gjendjen dhe punën tuaja. Por ka një transmetim që dikush ka të shtin dhe ka thënë elhamdulillah, dikush ka të shtin dhe s'ka thënë elhamdulillah, ky që ka thënë elhamdulillah, profeti për këtë ka bëu dua, për atë s'ka bëu. Më mirë është, kuptohet nga të dyja hadithe që t'ja mësojmë, se ndoshta ai se din që duhet me thënë elhamdulillah. O vëlla, thuaj elhamdulillah. Ai thot, pastaj bëj dua. Allahu të mëshiroft, Allahu të përmirësoft. Tjetër, një hadith mallështor thot, kush e viziton një vëlla vetë musliman që është smur, mëngjes 70.000 me lajke lutën për të deri në agim, kur bi dielli. Dhe kur shkon darkët, 70.000 me lajke lutën për të deri në mëngjes, vetëm se ka shku për vizitë ke vllai i musliman që ka qenë smur. Mirë, dikush nga ju do thoj më mirë më kërku mu smu pra, se i pas ke qikë të mirësi. Aleikum selam, Allah i shpërblet. Pra, dikush nga ju do thoj, bëjmë do, të ashe ngrem duhet smu, mise, pas ke qikë të mirësi. Pra, pyetja është, më mirë mu smu, apo më i qeni shëndetshëm? Dhe këte ka shpjegu profeti sasën, që do thot, s'ka më dyshim. Pastaj dhe mojmë dhe urtësit, pse ka kështu? Njëherë, Xhaxhai profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti, "O i dërguari i Allahut, mëso diçka që ti lutem Allahut, ti kërkoj Allahut." Po kërkoj shëndet. Nuk i tha kërkoj smundje, kërkoj shëndet. Kaluni 2-3 ditë shkoi prapë ky. O i dërguari i Allahut, mëson ai gjë si të lutem. Se profeti kishte raste që jepte të njëjtën përgjigje, kishte raste jepte përgjigje ndryshme, po për të njëjtën pyetje, varet nga personi. Edhe lën kupton shumë gjëra. Dhe kur shkon thot mas 2-3 ditëve thot mësot lutem në gjë, veçan thot kërkon nga Allahu shëndet. Pra, 3 herë thot e ka përsëritur. Që do thot s'ka diskutim, më mirë të kërkosh shëndet. Argument tjetër,
Një herë me profetin sallallahu alajhi wasallam sahabët ishin në vështirësi shumë të madhe, la ilaha illallah. Nga vështirësitë më të mëdha në Islam që ka kalu, ku shikosh jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam, është betejë e Hendekut. La ilaha illallah. Erdhën Mekasit, bën aleancë me Thise, me gjana ne, u bën 10.000 ushtarë. Ndërkohë që profeti si kishte as 3.000 në Medinë. Edhe hapën një hendek, një kanal të madh që mos depërtonte ushtria. Por i trahtuan dhe çifutët, edhe u vështirësua akoma më shumë situata. La ilaha illallah. Çifutët gjithmonë tradhtarë s'kan qenë herë besnik, derisa kanë vrarë profetët e Zotit, sa ishin gjallë i përgënjeshtroshin. Pra nuk është digjë a trahtuan si, po trahtuan. Trahtuan, se derisa ato kanë vrarë, e kanë prej kokën e i kanë sharru, gjë më pak mund të trahtojnë. Pra që të kuptojmë realitetin e sot, që ndodh sot, e kanë gjatë, subhanallah. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në sura Fatiha thot, e tërhoqën hidhrimin, dënimin e Allahut. Subhanallahu. Allah na ruaj dhe i pranësoj mendjen. Profeti sallallahu alajhi wasallam, pra në situatë kaq vështirë, thonë sahabët, u ngrej ku ishte fundi i ditës, pra pa perënduar akoma dielli. Ani i tha, pra majti ligjërat shkurtër, ka në transmetim. Thot gjoni, o njerëz, thot. Mos e dëshironi ballafaqimin me armikun. Ka vrasje, smunje, një kot shpejt, koma, jo, syu, jo. Po të lexosh historinë gjithmonë, do kjo. Ti ku dikën syu, as merr vesh më kush u vras, si u vra, ku ju prej koma, si u prej koma. Smunje. Mos e kërkoni ballafaqimin me armikun. Kërkoni nga Allahu shëndet. Por në qoftë se vjen momenti mu ballafaqu, s'ke që ka armikun der. Boni sabër, ta mësik, se të shpinën. Më kujto gjithmonë një shprehje një boksere, si di Allahu lem çu, nga këto famshë që thot, jam i gatshëm të thoj 10.000 kilometra në kohë për ta shmangi dy luftim. Edhe pse ishte bokser, por thot nëse vazhdon dy luftimi, i hap se çoj mbrapa. Nëse dia është musliman, po që musliman do të jetë më shumë, se fitojnë dhe në fund thot, ta dini që xheneti i Allahut është në hijen e shpatave. Edhe ngjet profeti sa për të bëu lutje, o zbritsi i librit, i Kuranit. O lëvisi i reve. Shikoj çfarë doaj bukur. O lëvisi i reve. O shpërtalluesi i grupacionëve. Edhe unë kur për lexoj këtë thash pse ka përdor shpërtalluesi i grupacionëve, jo i grupit. Pastaj sepse ato kanë bërë shumë aleancë, ishin shumë grupe që ishin bashku për të njëjtin qëllim. Se në Mekë nuk i ka kur as me burrë, me graje, me kalamaj dhe me kafshë po 10.000, jo mo. Pra ishin grupacione që ishin bashku kundra. O shpërtalluesi i grupacioneve, shpërtalloi këtë natë, pra ishin fund dielli, subhanallahu i çoi, çfarë përmendin hadith, dhe visi reve. I çoi një re fort, edhe i ka ngrejt fërtum, najer. Ato çadrat derisa ja matën me katër. Do të thonë ai por pse si vrau rrok marr. Pra Allahu s'ka gjë pa mundur. Purësia e madhe ne e kuptojmë po ta shikojmë gjë histori. Ato që ishin në këtë fushë betej shumica e tyre bën musliman, edhe ishin sa part ushtrisë pro muslimane dhe kanë përhap musliman Islamin me mijë kilometra larg Mekës së Medinës mbrapa. A shikon çfarë urtësie? Subhanallah. Por çfarë boni Allah dua profeti? Kërkoni nga Allahu shëndet. Nuk tha kërkoni smuni. Pse? Thënë dietar kur njeriu është i shëndetshëm, është më i fortë për kryer ibadetet të Allahut. Kur njeriu është i shëndetshëm, e ndihmon smurin. Dhe me sevape. Kur njeriu është i shëndetshëm, me forcën e tij, me fizikun e tij mund bëjë dhe ibadete që si bën dot i smuri, për shembull haxhi, umre, që shkon agjërimi, ai i cili është shumë smur, nuk e ka obligim, derisa ti kaloj këtë gjendje nëse i kalon. Prandaj duhet i kërkojmë Allahu subhanahu wa taala shëndet. Pra kalojmë se duhet të tregoj histori të bukur tash. Si histori kemi shefin. Inshallah kena ka hoxha. Inshallah. Bëjmë sabër. A gjyshja ka ndorë? A gjysh? Histori. Sa? O, da, e i bimi që i shkot, s'ka gjë. Pyetja është mirë, smunje këte në Gjermani, po profetet janë smuna herë? Pa dyshim që po. S'ka sprovë që i ka godit njerëzit, ymetin, e mëse kënë kalu profetet. Si shkot Allah, si shkot profetet, Allah godet me sprova, mëse shumëti, ato që i do mëse shumëti. Në mëse shumëti u ka godit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me sprova ndryshme, një nga ato sprova është dhe smunja. Dhe smunja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë dhije dyfish nga jo jonja. Dyfish e ka pas ndje smunjën më shumë se sa smunja jonë, subhanallah. Zumu se shumë, po momentet e fundit jetës, 3 ditë e fundit ka qenë shumë keq. U ngrente për namaz, i binte të fikët bam,
Përsa e lakshin fytyrën atë ide sa vitën vetë, u fal namazin, shpejt në kom. Lajla, qa tregon kjo o vlezë? Me bitet fik, sa vitën vetë, namazi. Unë gënë e kom më majë që jo, s'u ka falë akoma, pero fik prap, i vite prap, namazi. Lajla, dhe kom muslimon sot që e neglizhoj namazi. Sahabët ishin ato që mëse shumë të e kuptu mirë se kishin profetin mesin e tyre. Dhe nga manetët e fundit ka qenë profetit namazi. Kur Omer ibn Khattabi kur ishte në momentin e fundit të jetës, pa kaloj shpejt, u qa me ti nga një zjarr budist. Dhe thonë një nga ju, e ka prej qik shumë, qik, sa dali qik gjatë. Jo, e ka qa me ti, të helmuar që kur i kanë dhënë, se s'ka pas që ta fusin në aparaturë, skaner, ta shohi sa u ka qa, po e përboshin me qumësh. Kur i futen qumësh, i dul nga barku, i dul anës shumë që la. Dhe thot qarje. E kuptun që s'ka moje. Edhe normale, i herë vitën vete, dhe sa thonë, në qoni, shpejt, në drejtoni atje, në xhami. O prisimtar, o e mirë, mini, qaj të thone? Jene këtë gjendje. Nuk ka hisë në islam e cilë nuk ka namaz. Fjallë madha që orë të drill zemrën. Ti ndërkohë jetë shtritu këtë gjumë të, apo, si ujtë i ftof. Jo, ujtë i është i ngrohë, po është ftof nga guzhina dhe në koridor, është i qikë ftof. La. Pyt me shejtoni me gjumdine. Allah nërë, vallaj është për kartiq. Kujtoj të fjallë vaja. Qa gjenje, kjo vllai, të dho shpi, nga moment prishin njerëzit që maroj. A i thonë dhe shpejt, në drejtoni aty, më mani, se së rritë të asë në kam. Dhe, për ta mirë me që s'pasin shumë kam, po du më kujtu një nga historit e një profetve që mësë shumë ti është specifiku me te dojtë sprove. E është pikërisht, i herë pive në fillim, i herë të ashtet dhe i herë, 3 herë, se këshorë së nene. Një nga profetet e Zotit, që Allahu subhanahu wa taala i kishëllo mirësi, pasuni e kene qefte. Allahu kujdoni jetë më shumë, këtë më pak, s'provo, si më pas shumë, si më pas pak. I kishëllo Allahu shumë pasuni, i kishëllo Allahu shumë fëmi, i kishëllo Allahu fuqi, a ishe pikërisht Ejubi a.s. Subhanu. Por Allahu subhanahu wa taala i jetë provon nga krau tjetër. I jetë me pasuri, i jetë me varfëri. Ky kaloi të dyja. Allahu vash jamur pasurin. Do të falimentat tjetër, kaloi varfër. Por gjatë kësaj kohe jamur dhe fëmijët, ndroi jetë njëri drot tjetri. Subhanallahu, nuk është e lehtë. Pasunia të tik, tu ardhe duke u varfëru, edhe fëmijët i herë tu varros njërin, i herë tjetrin. Dhe ky profeti sa thonë, timi dhe timi more. Profeti i Zotit kështu kanë qenë. Shembull për tjerët. Puna më kryesore këtu ishte o Zot, më mundsoj që bëm se vetë të uzon sa më shumë njerëz. Aty kishin hallin, shpëtoshin njerëz nga zjarri i xhenemit. O njerëz thoni la ilaha illallah, largoni nga idhujt, nga statujat. Lidhni zemrën me Allah, e ju pikë kishte më shumë der. Nga kjo mërzise pse njerëzit nuk pranonin më shumë Islamin, se sa mërzise se për i maronte pasuria e për ju zhduksin fëmijët. Subhanallah. Por jo vetëm kaq. Allahu ja mor shëndetin avash derisa përfundojnë shtrat. Do thonë nga ju, sa njerëz kanë shtrat. A nuk kam njoft 1, 2, 3, 4. Përfundoi shtrat jo i dite, jo i muaj, jo i javë. Kam diskutu dietar. Me vite, dikush 7, dikush 17 vite thonë. Subhanallah. Vite të tëra në shtrat. Dhe njeriu kur rrin shtrat edhe trupi vjen i bim. Edhe trupi shputet, ai mishit shputet, la ilaha illallah, sproveron, varfëria madhe. Edhe gruaja nuk ishte bukë që me hang, pra çfarë sprove tronti Allahu subhanahu wa taala. Burri nuk lutet venit. Gruaja kishte hall, derisa thonë të botë punë, s'ku gjendën një punë sa më moj ka fshat bukë. Subhanallah. Edhe i thonë, o profeti i Zotit, ja ju, lut Allahun, ti je profeti i Zotit. Nuk ka thënë lutem ty Zoti mrapsh. Tho si ti lutem unë Allah, kam turp. 40 vite shëndetshëm, pa i plotsuar 40 vite smu. Subhanallah, qa besimi. Por, në atë gjendje, adhuron të Allah, në atë gjendje, vetëm falenderoj Allah. Asnjëherë nuk tha, pse mu më gjeti Zoti. Kjo është nga probleme më dhaja. Kjo është më kap shejtani me rrjet, si shkapin e peshkut. A mu më gjeti Zoti? Ja, se thuj vetë. Allah ka zgjedh për të sprovu, për ballu, qëndroj fort.
Vite të tëra, gruaja vet ku derisa nuk ishte më, derisa i thon o këtë burri, këtë jupin, largoni këtë nga këtu se po na shfaqni smunje. S'kemi besim kë kyni, largoje. E përzonte nga qyteti apo fshati. Atje, më thon, la. Sprovën. Derisa thon dietar një ditë erdhi shejtani makuar. Dote me të heq nga vetja. Nuk heq dorë. Nga herë do ta marrin si shembull, kur ai heq dorë për dalalet, për të marrë njerëzit për xhenem, ç'të heqim në dorë për të ftuar njerëzit për xhenem. I shkoi gruas ti, e dërmume, e mërzit me gruajti, i tha, "Gjallë, e di që ke burrin smu. Mësoj unë i zanat punë. Bëj kur bën për filon idhull, e të shëroa burri deri në shtëpi. Kjo nuk menoj 2 herë që kjo është haram o shirk. Tha, vërtet e di, po ne s'kena asnjë gjë, ne s'kena punë. Qoftë edhe i miz. Në thot kjo me atë mendje vetore, i them mirë. Kur shkoi Ajubi e kuptoi direkt, thot edhe ty të pasar, thot shejtani, po bona mirë, nuk t'i le pa të gjut 100 kamzhik. La. Edhe ty të pasar shejton. Dhe kjo kuptoi, dhe u kthy, dhe ishte grua moralshme, grua e devotshme, dhe s'ka si të ishte ndryshe thon dietarë se ishte mbesa, pra Jusufit alayhis salam. S'ka si të ishte ndryshe nga familja e profetëve. Dhe kaloi një kohë kaq e gjatë. Dhe gruaja shite dhe gëshetet e vete një vajze që i përdorte për kukulla, për çfarë mund t'i përdorin ato gacat e pasonikëve, edhe i dha ushqime të mira. Sa më hong ta fshat bukë, subhanallahu tubi. I sprov kaq tron, la ilaha illallah, derisa smunja i preku zemrën dhe gjuhën, që do thot çfarë problemi ka. Po me zemrën dhe gjuhën adhuronte Allahun, bonte dhikr. Dhe në moment që i prek smunja zemrën dhe gjuhën, do thot s'lëviz dot, s'po dot dhikr. Dhe o Zot, la ilaha illallah. O Zot, më ka prek smunja. Më ka prek smunja. O, Allahu Ekber, e kishe prek smunja, pe e kishe dërmu smunja. Në realitet e kishe dërmu, e kishe shem smunja, nuk e kishe prek. Smunja do thot, kur na ka prek i gripi, ja 2 të shtim në patën jes, pak nduket kishe temperaturë, po se di mirë, quhet prekje. Amo kur kap i ditë e dytë dhu kam qenë dras, kurse ky kishe vite, në çfarë dukate me Allah, Zotin e botrave, krijuesin e gjithçkaje. O Zot, më ka prek smunja. Çfarë edukate ta? Shikoj çfarë edukate të lartë, çu do të jetë raporti me Allah. Jo me 11. Un kam bërë lutje, po s'më shpranu. Po ndoshta këto Allah t'i ka rezervuar për sevape. Ndoshta kjo ka po se vet largot një keqje. Ti mos hiq dorë, lut Allah. Ti o Zot, më ka prek smunja. Dhe Allah subhanahu wa taala normali përgjigje profetit të tij. Dhe pa që e kaloi sprovën më së miri. Tha, biri me thembër tokës. Nuk ishin nga këto kërvate kështu, Nuk s'ke shqiptoni, që janë të dormeo, kështu, 2 metrë si për tokës. S'kishe kështu janësh, pra ma para, dhe i tash e bombilët s'kanë qenë ato që me hasa si të në tokë. Të bje me themër tokës, preke tokë me themër dhe aty dhe dalë ujë, me ujë, lahu nga i ujë dhe pi nga i ujë. Dhe në moment që kur la çdo pjesë që prekte ujë, ushëronte, dhe çdo gjë që organet që prekte ujë nga mërë ushëroshin në moment. Moment apo do të, në moment, ku që jetë malë Zot. Në thoni, opa, tashi, ku kishe një prek tokë me themër, pse nuk bite do Zoti ujë kështu? Binte, pa dyshim, por sebepin, o robi Zotit. O robi Zotit, bo sebepin, që vdhe i vogël, boj sebepin, preke. Është Allahu që e bin, po ti boj sebepin. Sa ka sot, ndoshta, se bin, shaf. S'ma ka bo Zoti marë me shku në haqë. E ki bo sebepin e, Zoti di, bo Zoti punët, po. Duj cak këllëmëj, kam qef jallët këllëmëj. Je martu, jam që mërtesë. Po boj pra sebepin. Ti si Allah, mirë si Allah, po ti boj sebepin. Me Merjemen, kur lindi, trupi hurmës, 3 burë nuk e shkunin dot. I tha preke hurmës se dëbin hurmët freskë. Sa lindi ajo, s'kishe fuqias me lëvizdorën, pak, ran hurmë. Sebepin. Shkopi Musaj, preke se da hapë deti 12 pjesë. Mojmë gjithë nga i shkop, në nga 5 shkop, shkojmë të bim deti, bam, gjithë ditën që notë, hapët deti ja. A mos se beti, bjeri pak se hapët mërë në Allah. Kështu edhe ty, u shëru, dhe me këte e mbil pra, dhe dojnë për jash, e kaloj sprovë me sukses, elhamdulillah, dhe gruaja nuk e njofti. Nuk e njofti. Kur hyni shtëpi, mirë për mu, burri më se kanë morë agresira. Që s'lëviste, mund ta mesh në agresira. Nuk isha atje jo roje, jo drita, jo kështu. Mos ma kanë morë agresivë. Kur dole, o ti filan, pa i Zotin më tregon, mos ke pa në gjohë një burri, një vjetër, 3 kapit me smunje te.
Kjo fillon të qesh. Nga morali thonë dietar nuk e pan fytyrë që ta njifte, se po tash i të fytyra njifte. Gruaja e mirë, Allah na ruaj. Kur flasim për këtë cilësi, kujtojmë çka kemi sot të ballë, Allah. Nuk e pasën sy, o robi Zotin, a ke pani këtë? Ai thotë që unë jam prap nuk e pan këtyro, pa i Zotit ta mësutall. Mund ka godit sprov. Mësutall. Nuk lu do venit. Pa unë jam ojti gru besnike, e moralshme, e ndershme. Kur hapi sy kjo e njofti. Pra Allah u thënë dietar, jo që e ktheu shëndetin, pa e ktheu dhe rinin. 17 vite për shumë smur, 17 vite e ktheu përpara. Përveç saj, ja ktheu dhe rinin grus këtij, që kishte bërë gjithë të sabër të bukur. Dhe thot Allah u thënë dhe e pyeti, a i do t'i kthej fëmijët, apo këto fëmijët i kënë xhenet? Dhe t'jap edhe një herë kaq. Ti thon, xhenet? Po, mirë që e kënë xhenet, se ti morësh ta ndonjë prap. Edhe një herë kaq, edhe bashkë në xhenet gjithë, dash Allahu subhanahu wa taala. Pa kaloi sprova, ngelish për bindjen e Allahut. Mirë, pse ka shku, po ja 2-3 pyetje shkurtë ti shpëndan me këto dhuratat e bukura këtu. Inshallah e lexoni. Pyetja e parë besoj dini gjithë përmend. Inshallah mos ju ngeli hatri, po çat në kapi si u ngrej përpara. Kush janë ata 5 zjone që duhen shfrytzuar para të tjerëve, se keni dëgjuar shpesh, besoj keni mësuar më. Edhe në ndër dalin, do shfrytëzojmë 5 zjone para të tjerëve. Hajde, bismillah. Kush ka qef mirë për gjit? Ha, shfrytëzoni 5 zjone para 5 tjerëve. Ha, bismillah. Mashallah. Para smutjes. Pasuri. Para se bosh varfër. Edhe jetën para vendit. Kohën e lirë, para se të... Hajde zira vetë, bismillah. Ky pari ka kështu avantazhe. Pra, ose këto janë 4-5 libra besoj. Hajde këtu, hajde bismillah, merr këtu. Se ta mojnë të tjerë, përse dush i jepës deshat e librin tjetër. Mashallah. Shesa mirë i pari. Pyetja tjetër. Ta bëjmë më të lehta akoma. Më mirë me qej smur apo me qej shëndetshëm? Më mirë i smur apo i shëndetshëm? Si është më mirë? Herë, bismillah. Të nga mirë tjetër. Atje në fund, ha? I shëndetshëm. Çfarë do nga këto dyja? Jetën e profetit apo etika dhe normat e Islamit? Bismillah. Hajde. Pyetja fundit që më zvënomi, se na mërzit gjyshi apo e gjyshi nuk mërzit sonte se ka vetëm me qesh, mashallah, sadaka. Hat lum Zoti, o dash Zoti na bashkon Zotin në xhenet. Si u qundë ky profeti që u sprovu me testimoninë e rëndë? Ha, bismillah. Ajo, jo nuk, hajde, merë. Allah inshallah. Lusë Allahun subhanahu wa taala na japi shëndet, ta shfrytëzojmë shëndetin. Lusë Allahun që smujt mesin ton t'i shëroj. Ta kaloj provën me sukses. Lusë Allahun subhanahu wa taala na i fal gjithë gabimet dhe gjunat tona. Lusë Allahun subhanahu wa taala ta arrijmë Ramazanin dhe ta shfrytëzojmë shumë Ramazanin. Lusë Allahun subhanahu wa taala ta mundsoj të hyjmë në xhenet pa llogari. Lusë Allahun subhanahu wa taala ta mundsoj xhenetin më të lartë, xhenetin Firdaus. Lusë Allahun subhanahu wa taala të jemi komshi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam xhenet. Lusë Allahun subhanahu wa taala të përjetojmë kënaqësinë më të madhe në xhenet, e cila është pikërisht shikimi i Allahut subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Astaghfirullaha innahu ghafurur rahim.